Në shtëpinë e Big Brother Kosova VIP 4, pamja e re e banorës Dolce është komentuar gjërësisht me një stil flokër që ka marrë shumë pëlqime nga publiku dhe nga vetë banorët. Po përtej këtij transformimi që duket i guximshëm dhe që tregon atë si një Marilyn Monroe, duket si një zgjedhje e thjeshtë estetike, por që fshihet një histori që vetë ajo e quan të dhimbshme. Dolce disa ditë më parë ka rrëfyer se prej kohësh ka mbajtur flokë të gjatë dhe prerja e tyre nuk ka qenë thjesht ndryshim stili. Ai ka zbuluar se pas këtij vendimi qëndron diçka personale dhe e vështirë, një përjetim që deri më tani ka zgjedhur ta mbajë për vete, duke mos u rrëfyer për publikun në gjë që ndjek këtë format. Ndërsa luku i saj po komentohet si modern, i guximshëm dhe frymëzues, Dolce ka bërë të ditur që historia që fshihet pas tij është shumë më e ndërlikuar dhe se ende nuk është gati që ta ndajë plotësisht me publikun. Ca kaq rikthimi i saj nga Grande Fratello në Itali në shtëpinë e Big Brother Kosova VIP 4 po shikohet si një zbeje të lojës së saj dhe nuk është më e gjallë siç ka qenë në shtëpinë e Italisë. Mbetet për tu parë se si do të vijojë raporti i saj me Edin.